Është pak e çuditshme të mendosh se zhurmat e pakuptimta të një foshnjeje kërkojnë një koordinim neurologjik shumë jashtëzakonisht të madh. Shumë më kompleks se sa mund të duket në pamje të parë. Më kompleks se një e rritur që po zgjidh nuk e de një ekuacion të vështirë matematikor të themi. Fiks, sepse kur dëgjohet në tingull i vogël dhe i thjesht nga një familje disa muajesh, aty mbretëron një stuhi e vërtet shkarkimesh elektrike në tru. Një sinkronizimi plot muskujsh dhe pa harruar përpunimin e toneve dhe rregullimin e frymarrjes që ndodh në atë moment. Sakt. E gjithë kjo ndodh në 6 muajt e parë të jetës, një periudhë që shpesh anashkalohet si një fazë thjesht pasive, dhe prandaj sot në këtë analizë të thelluar kemi përpara një udhëzues vërtet shumë të detajuar për prindërimin të titulluar Tingujt e parë. Po, është një material fantastik dhe besoj se është e rëndësishme të theksojmë çfarë do të trajtojmë. Absolutisht. Misioni i këtij eksplorimi është të nxjerrë në pas zakonet e përditshme, domethënë ato praktike, që stimulojnë fizikisht zhvillimin e trurit dhe gjuhës tek bebet. Gjithashtu, rolin e jashtëzakonshëm të muzikës edhe natyrisht ato gjëra që duhen shmangur me çdo kusht. Kjo analizë në fakt ofron një lente krejtësisht të re për të parë hapat e parë të komunikimit njerëzor. Nuk është thjesht një listë këshillash. E vërtet. Dëgjoj, le ta nisim me një imazh vizual që më pëlqeu shumë. Paramendojmë sikur sutesh në një sallë koncertesh përpara se të fillojë një simfoni e madhe. Çfarë dëgjohet? Kaos. Po pra, kaos i pastër. Instrumentistët po provojnë telat, Po fryjnë në instrumentet e frymës? dëgjohen tinguj të çrregull që nuk kanë asnjë melodi. Do thënë, orkestra po akordohet. Dhe kjo është një metaforë shkëlqyer për atë që ndodh në mendjen e një foshnjeje në muajt e parë. Materialet nga tingujt e parë e tregojnë qartë këtë. Që të qarat apo ata tingujt e vegjël. Po, ata tingujt e vegjël në dukje të pakuptimtë dhe reagimet ndaj zërave janë pikërisht kjo fazë e akordimit. Nuk ka ende një simfoni, pra nuk ka fjalë të plota, por instrumentet po përgatiten. Wow, kjo është një mënyrë shumë e bukur për ta parë. Dhe ajo që vlen të theksohet këtu është thelbi biologjik i kësaj faze. Funksioni i dëgjimit është baza absolute të folurit. Foshnja dëgjon zërin e prindërve, dallon tingujt dhe reagon. Domethënë ky dëgjimi i hershëm nuk është thjesht një proces ku veshja regjistron një zhurmë ambientale, si të them, si zhurmën e një makine që kalon në rrugë. Jo, absolutisht jo. Është vetë arkitektura e trurit që po ndërtohet përmes këtij dëgjimi aktiv. Dhe kjo kërkon një ndryshim të madh në mënyrën se si e perceptojmë heshtjen e një foshnje. Unë jam e bindur që shumë njerëz mendojnë se kur një bebe rri dhe thjesht vështron, ndërkohë që i flitet nuk po bën asgjë. Sakt, duket pasive, por nuk është ashtu, po mbledh të dhëna masive. Është një lloj si të përpiqesh të skulptosh një vazo të bukur. Nuk mund të fillosh të skulptosh nëse nuk e mbledhur më parë argjilën e papërpunuar. Tamam, në këtë rast, argjila janë të gjitha ato intonacione, zëra dhe zhurma të përditshme që e rrethojnë. Dhe fjalët e ardhshme janë vazoja. Pa atë dëgjim të vazhdueshëm në muajt e parë, truri i foshnjës praktikisht nuk ka material për të formuar fjalë më vonë. Fiks. Dhe mekanizmi neurologjik mbrapa këtij procesi, mbledhja është vërtet magjepsës. Kur një foshnjë dëgjon një zë njerëzor, truri i saj fillon të hartografojë frekuencat. Domethënë krijon një lloj harte akustike. Po, pra, neuronet po lidhen me njëri tjetrin për të krijuar rrugë që i thon trurit diçka të tipit: ky ton i lartë do të thotë gëzim, ky ton i ulët do të thotë qetësi. Qartë, edhe nëse kjo sasi masive të dhënave dëgjimore mungon. Nëse mungon, truri nuk mund të krijojë këtë hartë të domosdoshme. Foshnja është programuar biologjikisht të vëzhgojë se si tingëllon ambienti rreth saj. Të regjistrojë intonacionet, ngritjet dhe uljet e zërit, e pabesueshme. Të gjitha këto kodohen fizikisht në lidhjet e reja nervore, pra. Pikërisht ashtu. Dëgjimi është kanali i vetëm nga ku mendja e re merr konfirmimin se bota e jashtme është e sigurt dhe e mbushur me informacion të dobishëm. Atëherë, le të kalojmë te faza tjetër, ajo që burimi e përcakton rreth muajve të 2 deri në të 6. Pasi truri ka mbledhur këtë argjilën, le të themi, fillojnë të shfaqen notat e para. Po, fillon shfaqja e atyre tingujve të njohur si A, O, Gu, shpesh
të shoqëruara me buzëqeshje. Dhe këtu udhëzuesi thekson diçka shumë specifike që thelbësisht kthehet në një zakon të përditshëm, përdorimin e muzikës. Një pikë kyçe kjo, ninullat, këngët e buta. Ritmet e qeta po, teksti thot se muzika stimulon drejt për drejt zhvillimin emocional dhe gjuhësor, por si ndodh kjo fizikisht? Pse I duhet muzikës të ndërhyjë në zhvillimin e gjuhës? Unë nuk e kisha bërë kurrë këtë lidhje. Shiko, për të kuptuar pse muzika është kaq e fuqishme, duhet të shohim se çfarë po përjeton truri I një foshnjeje. Për një bebe të porsalindur, bota është një kaos I vërtet ndjesor. Një kaos I vërtet, drita të forta, zhurma të papritura. Ndjesi fizike të panjohura. Ky kaos mund të shkaktoj stres neurologjik. Ajo çfarë bën muzika, dhe veçanërisht ritmi I një ninulle, është se ofron një strukturë të parashikueshme. Ritmi I jep trurit si një spirancë neurologjike. Tamam një spirancë. Kur një prind këndon një melodi të thjeshtë, truri I foshnjës arrin të parashikojë se kur do të vijë nota tjetër. Kjo parashikueshmëri, kjo theksohet shumë në burim, ul nivelet e kortizolit, hormonit të stresit. Vërtet, dhe në këtë mënyrë e vendos trurin në një gjendje optimale për të mësuar. Po, fiksashtu, e qetëson sistemin dhe e bën gati për të marrë informacionin e ri. Pra ninullat nuk shërbejnë vetëm për të vënë beben në gjumë, ato që kanë një mjet për të organizuar kaosin në trurin e tyre. Ritmi jep atë ndjesin e rjetëshmërisë. Tamam, dhe bashkë me ritmin udhëzuesi flet për fuqinë e të folurit të përditshëm. Kërkon që prindërit të flasin vazhdimisht me foshnjën gjatë ndërrimit, gjatë ushqyerjes, larjes, por të thellojmë pak tek pjesa praktike. Këtu si mund ta marrim këtë proces mahnitës neurologjik dhe ta kthejmë në diçka të zbatueshme çdo ditë. Është më e thjeshtë nga ç'duket. Burimi sugjeron përsëritjen e tingujve që vet bebi bën. Do me thënë, nëse foshnja thot A, prindi duhet ja kthej po ashtu me A. Kjo më krijon idenë e një ndeshje tenisi. Ndeshja e tenisit është analogjia perfekte për të kuptuar se si ndërtohet gjuha. Quhet koncepti I shërbimit dhe kthimit. Shërbimit dhe kthimit, qartë. Foshnja shërben një top, domethënë bën një tingull gu. Prindi e pret topin dhe e kthen pas, duke thënë gjithashtu gu dhe duke e shoqëruar me një buzëqeshje. Dhe çfarë ndodh gjatë këtij shkëmbimi? Ajo që ndodh në këtë shkëmbim është thelbësore. Truri I foshnjës po regjistron se veprimi I saj pati një pasojë në botën reale. Unë bëra një zhurmë dhe ky person I madh përballë meje reagoi. Ky është momenti kur lind kuptimi I komunikimit. Foshnja kupton agjencinë e saj. Kjo është jashtëzakonshme, por në një ndeshje tenisi nuk mund të godasësh topa pa pushim, apo jo? Nëse një lojtar thjesht gjuar në qindra topa rresht, nuk ka më lojë. Ashtu është. Ka thjesht një bombardim me topa. Dhe këtu hyn në lojë një nga udhëzimet më interesante nga dokumenti për mua, rëndësia e pauzës. Pasi prindi bën një tingull, ai duhet të presë në heshtje. Pauza është pa egzageruar hapësira ku truri I foshnjës punon me kapacitet të plot. Duket sikur është momenti ku ndodh magjia e vërtetë e formësimit të trurit. Kur prindi ndalon së foluri dhe pret, foshnja duhet të procesojë informacionin që sapo mori. Për një rritur, përgjigjja ndaj një pyetje merr milisekonda. Po, ne jemi të shpejtë. Por për një foshnjë, përgjigjja kërkon që truri të dërgojë sinjale për të mbushur mushkrit me ajër, të tensionojë kordatat zanore në mënyrën e duhur, të koordinojë lëvizjen e gjuhës dhe të buzeve. Wow, po e gjithë kjo inxhinieri biomekanike kërkon kohë. Kërkon kohë të konsiderueshme. Nëse prindi nuk bën pauzë dhe vazhdon të flas pa pushim, foshnja e humbet dritaren e saj për të përgjigjur. Dhe çfarë bën? Dorëzohet. Komunikimi kthehet nga një bashkëpunim aktiv në një marrje krejtësisht pasive informacioni. Dhe kjo nuk është ajo që duam. Pauza është respekt për ritmin neurologjik të fëmijës. Dhe në këtë proces bashkëpunimi, burimi bën një ndarje të qartë duke përfshirë të dy prindrit. Kërkohet në mënyrë specifike që si nëna ashtu edhe babai të përfshihen njësoj në këtë komunikim, sepse zërat e tyre të ndryshëm luajnë një rol në zhvillim. Patjetër, zërat e ndryshëm pasurojnë në të modelin e të dhënave të trurit që folëm. Kjo I shton një tjetër stres asaj hartës akustike. Pasi një zë mund të ketë frekuenca më të larta, një tjetër mund të ketë një rezonancë më të thellë nga kraharori. Nëse një foshnjë dëgjon vetëm një lloj zëri me të njëjtin ton dhe të njëjtin ritëm gjatë gjithë kohës,
Aftësia e saj për të dalluar tingujt e ndryshëm të gjuhës më vonë do të jetë goxha e kufizuar. Interesante. Spektri gjerë akustik që ofrojnë zëra të ndryshëm brenda familjes ndihmon neuronet të krijojnë kategori më të gjera për të njëjtin tingull. Për shembull, shkronja A. Ajo tingullon ndryshe kur e thot një z i lartë dhe ndryshe kur e thot një z i thellë. Por truri i foshnjës duhet të arrijë në përfundimin se është e njëjta shkronja, pavarësisht kush e thot. Dhe kjo mendoj unë lidhet ngushtë me atë çfarë shohin syt gjatë këtij procesi. Gjuha nuk është vetëm rrezatim zanor. Jo, asnjëherë. Kjo lidhet drejt për drejt me pjesën e mimikës dhe buzëqeshjeve që theksohet kaq shumë në material. Foshnja nuk po lexon vetëm valët zanore që vijnë nga goja, ajo po lexon të gjithë fytyrën e prindit, apo jo? Po pra, fiks. Syt zmadhohen kur theksohet një fjalë, vetullat ngrihen, buzët marrin forma të ndryshme, por shkronja të ndryshme. Kjo shton një element pamor që i ndihmon të kuptojnë kuptimin emocional të atij tingulli. Është ajo që quhet një përpunim multisensor. Truri po lidh lëvizjen gjeometrike të buzëve me valën fizike të tingullit dhe me gjendjen kimike të trupit në atë moment. Me gjendjen kimike, si kështu? Për shembull, kur prindi buzëqesh dhe flet me një z të butë, truri i foshnjës shliron oksitocin. Kjo forcon lidhjen dhe nxit zhvillimin. Të mësuarit ndodh shumë më shpejt kur shoqërohet me një emocion pozitiv dhe kontakt sy me sy. Wow! Okej, ne kemi ndërtuar që skenar ideal deri tani. Kemi përcaktuar rëndësinë e të dëgjuarit si argjila për të skulptuar gjuhën, ritmin e ninullave që organizon kaosin e trurit. Dhe rëndësinë e ndeshjes së tenisit ku bëjmë pauza dhe përdorim mimikën. Po, një recetë perfekte. Por si në çdo sistem biologjik, ka edhe rreziqe. Burimi rendit disa zakone që duhen shmangur rreptësisht, sepse e dëmtojnë këtë proces. Dhe këtu duhet të tregojmë shumë të kujdesshëm. Në fakt janë 3 element kryesor nga sa lexova: ekspozimi para ekraneve, mungesa e komunikimit dhe zhurmat e forta. Këta 3 element janë pa diskutim armiqt kryesor të asaj arkitekturës të hershme të trurit për cilën po flasim. Më lër të bëj pak rolin e skeptikes këtu, sepse kjo është pika ku shumë njerëz mund të ngatrohen. Le të marrim ekranet. Në rregull, e dëgjojmë shpesh këtë argument. Në rregull. Po sikur një fëmijë të jetë përpara një ekrani që transmeton përmbajtje tepër cilësore, le të themi, nuk e di, një program ku një prezantues flet me një z shumë të butë, flëshon buzëqeshje të mëdha, përdor fjalë të thjeshta dhe në sfond ka një muzikë ritmike perfekte, pse truri i foshnës nuk e merr atë si një input të vlefshëm për të mësuar? Është një pyetje shumë e drejtë. Do me thënë, pse i duhet patjetër një njeri fizik nga mishi dhe kockat përballë? Pse një tablet edukativ konsiderohet i dëmshëm në 6 muajt e parë? Kjo është qendra e problemit me teknologjinë në muajt e parë të jetës. Edhe pse vizualisht dhe akustikisht një ekran mund të duket i përsosur, atij mungon një element kritik biologjik, reagimi në kohë reale. Aha, reagimi. Le t'i kthehemi analogjisë së ndeshjes së tenisit. Ekrani është si një makinë automatike që hedh topa tenisi. Ajo i hedh topat me një shpejtësi dhe ritëm të paracaktuar, pavarësisht nëse foshnja e goditi topin apo nëse nuk e di i ra raketa nga dora. Qartë. Ekrani nuk bën pauzë për të pritur foshnjën. Kur foshnja lëshon atë tingullin ngu, prezantuesi në ekran nuk ndalon sfoluri, nuk ja kthen vështrimin drejt për drejt në sy bazuar në atë reagim specifik. Dhe nuk formon një përgjigje të përshtatshme. Do me thënë mungon përshtatja organike. Truri i foshnjës e kupton që pavarësisht se çfarë bën ajo vet, ai imazhi përballë do të vazhdojë të lëviz një lloj. Fiks. Foshnja nuk po ndikon tek mjedisi. Kjo i zhvesh komunikimit kuptimin e tij kryesor, që është të paturit e një reagimi ndaj një veprimi. Dhe kjo mungesë bashkëveprimi. Neurologjikisht, kjo është e dëmshme. Truri njerëzor varet nga ai shkëmbim dykahësh. Kur një foshnjë bën një zhurmë dhe pret, ajo ka nevojë për atë përgjigje fizike në hapësirë. Duhet të shoh ndryshimet atyre mikromimikave të një fytyre të vërtet. Po, duhet të ndjej praninë kimike dhe emocionale që lëshon kontakti vizual. Ekranet janë thjesht 2-dimensionale. Ato japin një fluks masiv të dhënash vizuale dhe zanore, por pa ofruar shërbimin dhe kthimin. Dhe rezultati është që foshnja dorëzohet, ashtu siç thatë më parë. Dorëzohet, kalon në një gjendje marrje pasive dhe lidhjet nervore që duhet të ndërtoheshin për komunikim aktiv, mbeten të pashfrytzuara. Kjo është arsyeja se mungesa e komunikimit vërtet bën që këto aftësi të mbeten prapa. Kjo thekson edhe pse zhurmat e forta renditen krahas ekraneve si dëmtues të asaj simfonisë që përmendëm në fillim. Zhurmat e forta janë po aq problematike.
Kur një ambient është i mbushur me zhurma të forta, për shembull, një televizor që qëndron gjithmonë ndezur në sfond, muzikë e lartë apo pajisje të zhurmshme të shtëpisë, e gjithë ajo punë delikate që bën dëgjimi për të hartografuar zërat, si i bëhet, shkon dëm. Po, sepse orkestra nuk mund të dëgjojë instrumentet e veta për t'u akorduar nëse jashtë sallës po ndodh një shpërthim i vazhdueshëm fishek zjarresh. Është një krahasim shumë i gjetur. Sistemi dëgjimor dhe strukturat kognitive të një foshnjeje nuk janë ende të zhvilluara sa të mund të filtrojnë informacionin e padobishëm nga ai i rëndësishëm. Ndërsa ne si të rritur e kemi këtë filtr. Ne po. Nëse jemi në një kafene me zhurmë, ne mund të injorojmë tingullin e aparatit të kafes dhe të përqendrohemi vetëm te zëri i personit që kemi përballë. Foshnjat, nga ana tjetër, nuk e kanë këtë aftësi. Pra, për to, zhurma e aparatit të kafes dhe zëri i prindit kanë të njëjtin prioritet. Kanë tamam të njëjtin prioritet. Prandaj një ambient me zhurma të forta dhe të vazhdueshme krijon mbingarkesë të pastër ndjesore. Truri shpenzon kaq shumë energji duke u përpjekur të kuptoj kaosin e zhurmave, saqë nuk i metet më gjerësi brezi për të procesuar frekuencat delikate të një fjale apo të një ninulle. Qartë. Qetësia relative që ka vërtet një parakusht biologjik që trurit filloi procesin e formimit gjuhës. Pa diskutim, është një nevojë fiziologjike. Dhe çdo gjë që sapo eksploruam dëgjoj e kthem vëmendjen te një parim shumë thelbësor. Zhvillimi magnetit i një njeriu në 6 muajt e parë nuk ka nevojë për asnjë pajisje të ndrolikuar, asnjë program të shtrenjtë apo teknologji të lartë. Jo, ka nevojë vetëm për prezencën e pakushtëzuar njerëzore. Kjo është e gjitha. Duke përmbledhur udhëzimet më të rëndësishme nga tingujt e parë, bëhet e qartë se si ta ndihmojmë këtë akordim të trurit çdo ditë. Çelësi është thejt heshtja përmes bisedave të vazhdueshme gjatë ditës, apo jo? Po, biseda buzëqeshje. Të përdoren ritmet e ninullave për të krijuar qetësi neurologjike dhe të trajtohet çdo tingull i vogël i foshnjës si fillimi i një bisede. Nëse bebi lëshon një A, prindi i buzëqesh, ja kthen me A dhe lë topin në fushën e tij duke pritur. Këto nuk janë thjesht veprime të lezetshme për të kaluar kohën. Kjo është fizika dhe kimia e ndërtimit të një mendje njerëzore. Vërtet e mrekullueshme. Dhe në zemër të kësaj fizike të zhvillimit është një lloj ritmi thellësisht ndërveprues që rri larg kaosit teknologjik, një hapësirë ku sytë dhe zëri i prindërve mbeten burimi vetëm i së vërtetës për botën e re të fëmijës. Por do doja ta mbyllnim këtë analizë me një mendim që provokon një reflektim më të gjerë mbi vetë natyrën e komunikimit tonë të përditshëm. Me kënaqësi. Gjatë gjithë këtij diskutimi ne theksuam një element mbi të gjitha: rëndësinë e pauzës. Atë momentin ku një i rritur ndalon së foluri, qetësohet dhe i lë kohë një foshnjë që të procesojë informacionin për të formuar një përgjigje. Po, ishte një nga pikat më domethënëse. Domosdoshme për ndërtimin e trurit njerëzor dhe zhvillimin e gjuhës, imagjinoni se sa shumë mund të transformojë dhe të përmirësojë komunikimi midis ne të rriturve nëse do të mbanim mend të bënim të njëjtën pauzë. Wow, një këndvështrim shumë i bukur ky. Të dëgjonim, të ndalonim për të lënë hapësirë që personi tjetër të formulojë mendimin e tij, në vend që të ngutemi për të mbushur heshtjen me fjalët tona të radhës. Ndoshta thelbi i një komunikimi më të mirë njerëzor gjendet pikërisht tek rregullat e 6 muajve të parë të jetës. Të them të drejtën, është një mendim që të fton vërtet për ta rimenduar mënyrën se si komunikojmë çdo ditë me njëri tjetrin. Herën tjetër kur të dëgjohet një foshnjë duke gurgulluar apo duke bërë zhurma të vogla para një prindi të përkushtuar, pamja nuk duhet të duket më si thjesht lojë e zakonshme. Jo, absolutisht jo. Është shumë më tepër se aq. Është një shkencëtar i vogël që po mbledh të dhëna. Një orkestër që po akordon instrumentet e saj për të luajtur simfoninë më komplekse në univers. Mendje njerëzore. Dhe me këtë mendim, këtu mbyllet ky eksplorim thelbësor në themelet e gjuhës dhe